Vllajën edhe tamën i kishte frikë. Ajo ishte në pleksor Adeta. Unë u trondita Adela. Kishte qenë me të tjerë. Ty ta di gjithë fshati, thashun. Gocën tha, e ka kapur, burri, halës vet. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Selanik të Greqisë, do të jetë një zonjë e cila ditën e sotme realisht do të flasi për një histori të rëndë që ka ndodhur në familjen e saj dhe pas një reagimi që ka ndodhur vetëm përpara disa ditëve këtu në live me Odetën. E në fakt të dashur miq, përpara disa ditëve një person, le të themi xhaxhai i një vajze të mitur, kërknguli që të hynte në live me Odetën, duke mos e treguar imazhin e tij, por duke shprehur një shqetësim shumë të madh për mbesën e mitur, e cila ishte larguar dhe ishte zhdukur nga shtëpia e të fejuarit në Selanik dhe mbi të gjitha, mbi atë vajzë të mitur, ishte abuzuar seksualisht në grup dhe ishte bërë dhe përdoruse e lëndëve narkotike. Ndërkohë që nëna e djalit kërkon të reagojë sot, apo e thon ndryshe, ish vjerra e kësaj vajze të mitur. Por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, momenti kur xhaxhai i vajzës ka qenë këtu në live me Odetën, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër dhe rikthehemi. Mbesa i fitonte faktikisht me një person, me këtë Regjino Oruçi, Elbasani. Bashkëjetonte, nuk e di shumë mirë se sa kohë. Nuk e di si çka ka ndodhur mes tyre. Edhe Mbesa është larguar, ka qenë për prej 5 ditëve, ka qenë e humbur, e kemi deklaruar edhe në policinë e Greqisë, ndërkohë që ky personi që ka qenë Mbesa ime, e dinte në siguri, po bënte sikur nuk dinte se ku ishte. Ndërkohë ka gjetur policia mas 5 ditësh, Mbesa ka qenë e trajtuar keq, Mbesën e kanë përgënuar, i kanë dhënë dhe Mbesës time drogë, kurse ky djali që ka bashkëtuar Mbesa ime, ky di shumë mirë me fjalë çdo njëri di se kush e ka bërë, se ky ka dhe video dhe fotografi, dyshoj, jo se dyshoj, po është në siguri sepse ndërkohë që djali ka video, tillash videosh, fotografi, gjëra, nga kush i ka marrë, nga këto persona që janë bërë, nga shokët e vet. Unë flas me Mbesën, ajo është shumë e hutuar, çai flas ai thot po, mirë, nuk ka ndonjë ndryshim, kupton, nuk që të ketë stabilitet si që ka qenë përpara, është shumë e hutuar, shumë e tronditur. E akuzojnë që sikur vajza tani ka vjedhur në shtëpi këtyre, edhe vërtet ishte kjo gjë që vajzat kishe vjedhur në shtëpi. Nuk është nevojë të hapësh fotografi apo video, dërgosh nëpër familjar. Mënyra më e thjeshtë shko vetë denoncim. E dëgjuam këtë zotëri i cili denoncoi pikërisht dhëndrin e familjes që kishte abuzuar ndaj mbesës së tij dhe kjo e fundit ishte zhdukur nga duart e tij. Por çfarë ka ndodhur? Versioni tjetër i ngjarjes është nëna e Regjino Oruçit që ditën e sotme zonja Moza kërkon të reagojë dhe tregojë historinë e vërtetë çfarë ka ndodhur me nusen e djalit, kështu që hap dritaren dhe ftoj më njëherë zonjën Moza. Moza, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Tani je irrituar kaq shumë kur ke parë një video që është përmendur djali juaj? Po, shumë, shumë. Sepse më mori në telefon dhe më thej që unë dua të mbroj djalin tim se është i pafajshëm. Po, është shumë i pafajshëm. Se ti ishte i fajshëm, do ishte mrena në burg në policinë greke sot. I di rregullat shumë mirë në policinë greke. Në Greqi i di shumë rregull. Unë kam 40 vjet që jetoj në Greqi. 40 vjet ka burri, unë kam me gjithë djalin 34 vjet. E qartë. Që jetoj këtu në Greqi. Por të tregohem transparente dhe hapur me ty, personi që hyri në live me Odetën ishte xhaxhai i vajzës. Dhe ai nuk e njoh fare. Atëre, po të shpjegoj unë, ai është xhaxhai i vajzës, ku kjo vajzë ka qenë nuse në shtëpinë tuaj. Po. Mund të më tregosh si ka ardhur ajo nuse, çfarë ka ndodhur mes nusës së djalit dhe djalit që familja e saj ka denoncuar për shumë akuza të rënda? Të gjitha rrena, të gjithë mashtrime. Goca sot me datën 7 mush viti që unë që erdhi ka shkel për parë këtu në shkëtime. Me fjalë në janarin që kalovi, datën 7 janar që kalovi. Po. Goca, e kam parë.
unë kam vajtur në Verje dhe jo në Verje, në Aleksandri. Dhe vajta për të pi një kafe me mamin e kësaj. Dhe kishte prur dhe goca. Bisedova me nanën, shumë mirë, dhe me tha, pse se ke marrë djalin sot? Thash, nuk nxitohen të gjëra. Goca është e vogël tash. Unë djalin e kam të rritur. Tha ajo, tha, Ke qenë ti le të themi ajo që ke ndryrë për të martuar djalin. Po. Unë, si natë. Po. Më tha, në rregull, tha, nesër do takohemi me çunin dhe do takohemi, tha. Po, më i tha shuna. Erdha në shtëpi, fola me burrin, fola me djalin. Më tha, burri tha, më i gru, tha, nuk është e vogël ajo gocë, tha, që të ndërhysh me këto gjëra, se janë gjëra me zarar këto, tha. Është një vajzë adoleshente. Morti, tha shumë, me tha nana vetë, tha shumë që unë jam dakord. Edhe djali tha, po, tha, do iki me mami, do ta shikoj. Më fal që ndërprej sepse dua të pyes. Ti prej vitesh jeton në Selanik. Edhe familja e vajzës prej disa vitesh jetonte në Greqi. Po. Si e njohet ti familjen e vajzës? Si jetoni larg njëri tjetrit? Një shoqja ime. Dhe u fut, u ndërhy, burri kësaj, po sa një shoqja ime me ndërhyni. Tha, por nuk i njifshin. Nuk i njifshin gocën. Kishin punuar me këtë tamën e gocës, duke vjelur molle, duke vjelur ashtu. E në me tha, më i mos da tha. Tha, tu ka rritur djali, tha. Thash unë, disi është e vërteta, thash unë nuk du greke, thash unë deshi një vajzë shqiptare, thash unë, si që jemi veti, thash unë. Tha, do flasën me njërën, tha. Edhe kishte fol me tamën, edhe na lidhi, me dha telefonin e kësajta, edhe u folën vetë me jana tjetrën, dhe vajta mu takua. E qartë, në atë kohë vajza ka qenë 16 vjeç, ndërsa djali juaj i rritur. Djali ime ishte 27 vjeç. 26, po. Dhe të nesmen vajta me djalin neve. Vajta me djalin në Aleksandri, folën me gocën jashtë, më tha e ama, tha merre, tha se gocën unë e ka me pushime, ishi me pushime të vitit 3, ke parasysh? Si merre? Merre me vete. Që ditën e parë? Merre me vete, tha. Nana, po, nana. Unë gela e habitur, tha shuna. Moj, thash me gjithmen, shifti randa kort, por priti herë, kemi njërës, jo, tha merre. Tha kjo. Dhe djali filloi duke qesh, mami pse jo, tha. Sa të në gjokë tu, unë po ta marrë, si një teza, apo si një shoqëri, thash po. Nuk kemi në një ashu, thashun se do flitet në burra, janë gjërat të tjera para, tha. Merre, tha, le të njifet quni me gocën. Nana me gjithë babën. Thash në radhë parë unë du një letër herë që ta marrë gocën, se unë jam mes qytetit i tashun, jam ndryshe në fshat, dhe jam mes qytet, mes Selanikut, po të ma kapin gocën, dhe djalin tashun, dhe të më thonë, o djalin, që jo t'i qumë, kjo goca kush është? Ke letër ti? Thash të bërë, merre, tha, mos dalë, emi, makinës, unë vinë në shtëpi. E more me vete, nusen? E mora me vete, po, e mora me vete. Goca ishte si e trembur, si rinte shumë ashtu. Dhe e mora gocën e prura në shtëpi, burri u habitur. Sa qa ke bam, sa mu? Sa nuk e ba gabim, sa. Sa shumë to, e mendova gjatë rrugës. Qërë bëra, unë thash una? Një gocë jashtë më të vjeçare, ku e qoj, unë thash? Me gjitha to, djali, goca, qeshin me janë i tjetrin, e prura në shtëpi, dolla, i bleva roba, filloj duke qeshur, ishte shumë e trembur, dhe rinte si një ashtu, por ne jemi një tip, unë jam një tip që gocat unë i du shumë se kam gocë vetë. E da shumë moza, ajo ishte e trëmbur se ishte një familje të themi dhe vajti në një familje që nuk e njinte, se brenda ditës të bëhet parja. Mrapa e kuptova una që kjo gjithmona deta, kur hikte shtun djetë që une përcidhja, e hypja në autobus dhe hikte atje në shkollë, kjo kur ku kthente, gjithmon një avaz kishte. Vinte si e trembur, vinte edhe ke shtëpia vetë, duke bërtitur, nuk donë të tikte ke ama fare, vetëm babin donte, vetëm babin e vetë donte. Vllajnë edhe tamën i kishte frikë, sepse ato e rrifshin, i flitshin,
dhe arrif e godit që ngocën. Kurse për babin lënë të kokën pjatin e donte jashtëmase. E donte shumë babi. Kto ti ka shprehur vet vajza? Vetë, pritanet, tërgoj histori. Dhe më tha burri moj, tha, goca me duket shumë e trembur, tha mu. Thash una, edhe e marrë të tamën. Mu i thash unë këtë gocën juve. Ka nëj smuni një gja goca, se unë kuptova, thash mos ketë nëj gja. Jo, tha. Thash, po pse më rri goca ashtu, thash shumë e trembur, i thash. Thash, i këtë unë e kej psikologë. Po i thash, po më tha mu. Ku i thash unë? Në psikologë, tha në verja. Në rregull, i thash gocës unë, kishen thash una, a e ti numrin e telefonit psikologës, ti po tha. Ma dha numrin e telefonit psikologës, fola me psikologë. A i tërgova të vërtetën. Më tha mu jetë zituar, tha. Miki atu tha, ti tha mund të vish në i ditë këtu, tha të flasim nga afër, po i thash unë. Do ta sjellë gocën, sa herë që gocat ketë nevojë, ka vizitën ke ty, unë do ta sjellë gocën. S'ke punë me mamin në saj. Në rregull, doja çfarë ka fëmia. Pra, kur ajo erdhi nuset e shtëpia juaj, ju mësuat që kjo vajzë e mitur, le të themi, fatkeqësisht trajtohesh me psikolog sepse kishte probleme. Bravo, ishte me psikologën nga verja. Dhe në rregull, kur Sirinia, do dalim do hajm. Po tha burri, boni gati, vesha gocën, dola i bleva roba, se goca ishte, që të the, i dola i bleva roba e banazoj, dhe dolëm të katër. Djali me gocën dhe unë me burrin. Kalamaj Sirinia, ban foto, dhe djalin e futi direkt në Messenger në Instagram. Po, rrjete sociale. Dhe ma shofi njerëzit e mi që ishte me një fshat të këtyre. Po. E kupton? Dhe me merë në telefon, mu i tha kefe ju djalin. Thash ne kam me fjash. Thash goca është vogël, por do ta arris veti, thash do ta mësoj vetë. Dhe atë mendim kisha, që unë të gocën do ta largoja nga shkolla ndi, do ta maja me shkokë. Këtu ke unë, ka qenë një zoja dhila. Unë jam habitur, për qërë vajti deri në këtë gradë, ke neve vetëm qeshte, ama hikte ke nana vetë, ajo bite psikologjika shumë dobet. Goca ishte shumë dhe na donte jashtëmase, djalin po, e donte shumë. Dhe unë hikjam punë dhe vija e me merë 20 herë në telefon, mami, kur po vjen, atë shtroj bukën, e mësova si e doja vetë, e nxirrja dilshin për ditë jashtë. Im shoq nuk dilte, rrallë dilte me ne për kafe, se vinte i lodhër, se me punon për ditë, dhe sa i thoshte goca babi, do vish me neve, direkt, unë ngente nga krevati, si për t'i boj shefin asaj goce, sepse na vinte shumë keq. Dhe me thot goca të zistime, mu i tha, unë si kur ftyrë, pama ja goca, tha. Me gjë ato, tha, unë do të marrë ndarkët. Goca të zistime ishte interesuar dhe tha, me merë ndarkët. Më i motër, tha mu, ke pyetur për këtë vajzë ti, tha që e morë në shtëpi. Jo, i tha shumë. Por kam folë me nanën dhe nana mu duk një zoj. Baba ishte i urtë, i tha shumë, por me folëm shumë mirë, i thash me jana tjetërën. Dhe me pëlqevi goca është e vogël dhe do të arris, do të mësoj vetë, i thash do e qoj shkollë këtu. Më i motër tha, atë thamë ty, tha që goca ka një histori 12 vjeçare. Jo, i tha shumë. Gocën tha, e ka kapur burri halës vetë dhe goca është psikologjika shumë keq. Unë u trondita Adela. U trondita jashtëmase. Pra, kishte ndodhur një abuzim seksual brenda familjes kur ajo kishte qenë 12 vjeç. Kishte një vit të tërë që vazhdonte muhabeti me gocën ai. Ke parasysh? Vite. U preka jashtëmase, nuk i thash as burrit, nuk i thash as djalit, as gocës. Ama nuk e di çfarë të them. Dali jashtë dhe marr mamin e saj në telefon. Nuk i them gjë. I thash një gjë. Unë do të bisedoj nga afër nga ty. Nesër, goca nuk do ta sjellin djali, do vi unë i tash. Sepse do bisedojmë disa muhabete. Kësa i dojë muhabeti. Po më tha mu. Të nesër të mëngjes, marr vajzën dhe hiki. Thash nuk do të vinë në shtëpi, do vish ti dhe burri siç më keni qenë ju dy dhe do bisedojmë. Në rregull. Me presin ke në Aleksandri. Hulem me kafe dhe i them, ngjo këtu. Pse s'më ke treguar ti mu, i thash, që goca ka këto lloj problemesh.
ngeli. Ti tha ku e more vesh. Moj, ty ta di gjithë fshati, thashu. Edhe mos më tregoje ti mu. Dhe goca jote do jetonte ke unë. Goca jote, unë mos një ditë do e merja vesh. Ti pse s'me hule si prim? Unë të kuptoj shumë mirë, i thash. Se edhe mu mund të më ndodhte kjo histori. Se edhe unë kam gocë, ta. Nuk është një gja. Sa mi gjithë ato. Dhe fillova duke mi gjithë ato. Moza, kjo është një fatkeqësi, pavarësisht se ti je nëna e atij djali dhe çdo non kërkon që nusen ta ketë perfekte në shtëpi për djalin, por kjo është një fatkeqësi që i ka ndodhur asaj vajze. Ajo dhe unë thash kështu. Ti mos më keq kupto. Ti vetëm të rregoje mo që këtu ka një histori goca. Thash una, nuk do vetëm të tregoje pse ta marr vesh nga të tjerit. Se edhe mu mund t'i ndodhej gocës time. Dhe unë nuk e las gocën. Nuk i thash atyre që maje dhe hik dhe mos më flisi ma në telefona apo largoheni nga unë. Sa muaj kishte vajza në shtëpinë tuaj kur ti zbulove që kishte ndodhur abuzimi me vajzën? 4 ditë. Pas 4 ditëve që i kishe marrë në shtëpi? Po, 4 ditë. Dhe gocën unë në 4 ditë e majta këtu si të motrësime. E kupton? A u hiu, ka fletur me mu, e ka majtur në krahëror, e për këtë dhirja nga flokës ishte trembur, e ka mbajtur si kur e kisha fëmijën e motrësime, apo të vllajt tim, e kupton? Por djali si reagoi momentin kur e mësoi këtë gjë për nusen? Nuk e mësovi, nuk e tregova fare. Në momentin nuk e tregova. Vendosëm mos ja tregoje. Jo, vendosa mos ja tregoja. Bëna gabim, nuk bëna gabim, unë vendosa mos të tregoja. Por, e mësova gocën që goca ka qenë dashuruar me djalë, nuk e mori, si goca të reja dhe ja pik marovi. Dhe, me tha ama, po, në qoftë se ti e pas ke marrë vesh këtë të tjerët, e mbylli muhabetin këtu, jo, i thashon. Nuk e mbyll muhabetin këtu, i thash. Unë jam nanë vetë, e kuptoj, ajo ka qenë një fatkeqësi. Ka qenë një fatkeqësi sepse ka qenë një kalamat 12 vjeçare dhe një fëmijë 12 vjeçare. Çka ka kuptuar në jetën e vet? Asnjë gjë hiç. Nuk e lash. E mora prap gocën me vete, po atë natë ka marrë me gocën në shtëpi, sepse ishte me pushimet goca. Dhe me tregovi historinë e vet goca, gjatë rrugës me tregovi. Thash ngjo mamin këtu. Sa sot e tutje, hidhi mrapa krava ato gjëra. Vazhdoje jetën përpara. S'ka ma, hidhi mrapa, s'ka gjë. Ajo është një fatkeqësi. Mund t'i ndodhë dhe kujt, në çdo vajze. Goca e mori psikologjika shumë, sepse unë as nuk e përtita, as nuk e lash gocën. Ajo më thoshte, të lutem vetëm mos me larg prindrit e mi. Dhe nuk e lash me gjithme. E mora gocën e pruna në shtëpi. Por pse? Ajo dhunohesh në familjen e saj dhe kjo ishte arsyeja që ajo refuzonte që të kthehesh dhe tek nëna dhe babai. Dhe jo këtu. Po, babai e donte jashmase, po ta them dhe herë, e donte jashmase, dhe qante në telefon ajo qante. Ajo ka netur 3 muaj këtu ke unë dhe nuk vajti e ke nëna vet. Moj, ajde, i thoshte tezja vet. Moj Juli, po qa them në jeti moj? Po ik moj. Po ja unë e shikoj mami, thoshte, e shikoj babi ma në telefonit. Këtu ndjem mirë, jam rehat, jam me mami Mozën, dal me mami Mozën, dal me Gjina. Ishte shumë, mrena shpitime ishte zonjë. E dashur Moza, atë ditë që ti u ktheve, le të themi nga shtëpia e ish-krushve, more vajzën me vete dhe gjatë rrugës ajo të tregoi të vërtetën. Të vërtetën. Vajza për një vit ishte abuzuar seksualisht nga burri hallës? Në gjë, nuk e kam iden, 9 muaj, 10 muaj, një gjaj e tillë, po. Një kohë shumë të gjatë. Edhe e kishte kuptuar i vllai. I vllai e kishte kuptuar. E kishte pa nga dritarja dhe e kishte kuptuar i vllai. Dhe kjo është një traumë që do të shumë. Dhe këtu ke unë, mrena shpitime ishte një zonjë. E qeshur, e lumtur, i abaj arqefin për shumë gjëra, do të dilte, çfarë donte merrte, por më ka bë dhe shumë të këqija. Por çfarë ndodhi? Prap ja kanë falur. Çfarë ndodhi në bashkëtesën që ajo vazhdoi disa muaj të tjerë me djalin tuaj? Me djalin tim ishte shumë mirë. Ishte shumë e gëzuar,
shkonte jashtë mase. Nuk ma i mend të ziheshin herë të dy. E vetëm një herë janë zanë në autobus. Në autobus kur dolën xhiro dhe i pa djali një mesazh me anë të telefonit kështu, djali donte t'ja shifta, ajo nuk ja jepte telefonin, po kushta mori ishte çuni, thoshte djali, ajo s'ja jepte telefonin, një herë janë zanë të dy në autobus. Dhe me erdhi djali, me mori në telefon, djali më tha, mami, Juli diçka mu më mëlqen, sepse unë e pa shumë mirë mesazhin që ja pruni një djalë dhe ajo me hiku. Mos i shifte djalim ato mesazhet, i hiku. Hiku dhe me mori mu në telefon. Me tha, e humba Gjinon, mu hum Gjinon. Si për të prish mesazhet, për të bërë gjëra, e kupton? Kjo ka qenë dita e fundi që ata u ndan dhe vajza u largua. Dita ishte hera fundi që u ndan, ishte e pesta herë që i hiku goca nga shtëpia, po më ikte goca vazhdimisht. Ishte e pesta herë. Po çfarë ndodhi? Se ti po më tregon që ajo e donte djalin. Po ta them. Me djalin ishte shumë mirë. Ishte shumë e gëzuar në shpitime. Por ajo ishte në pleksor Adeta. I që në shkollë. Ajo si ishte shkolla, ndeti shumë normal, sepse prem shtunë diel, ajo hikte, prem shtunë diel vite ke unë, prem të ndarkë, shtunë diel, darkët hikte ke ama dhe vazhdon të shkollat, se këtu nuk e rregullova do të shkollat, sepse nuk ma more, sepse thoshin, është vogël dhe duhet të jetë, ndër ke prindrit e vetë, të marojnë këtë vit dhe vitin tjetër merre, më tha. Edhe e vazhdoj shtu. Nga ana në të premta ajo jetonte në familjen e saj dhe nga e premta në të dielën jetonte tek ju. Jetonte, vinte ke unë. Pra ne e dërgonim. Nuk ishte le të themi një bashkëtesë që rrinit 24 orë bashk. Jo. Sepse ajo ishte në shkollë dhe shkollën e bënte ke mami vet. Unë e hypja në autobus dhe atje e priste mami ose vllai. E ke parasysh dhe ikte në shkollë direkt goca. Nesër ikte në shkollë. Të premte çdo masdite vinte ke unë. Të premte çdo masdite. Vinte ke unë. Çfarë ndodhi? Pse ajo ka ikur 5 herë nga ju? Masi mbaroi shkolla, ajo unë bëra një letër në polici që gocën do ta majon. Dhe hodhën firmën prindrit edhe unë. Dhe goca pastaj u mbyllur këtu, nuk u mbyll, por ngeli me neve. Dilte me djalin normal ashtu. Telefonat, me thoshte djali, diçka me mëlqef në telefon. I thojan jo, flet me njerëzit, lere gocën, mos ma ashu gocën. Goca ishte në pleksur me njerëz me ca jetësh nga verja. Që në shkollë, ishte në pleksur, me hashash, me drogë. Psikologja i dinte të gjitha. Vetëm unë e ama e dinte të gjitha. Të gjithi dini, vetëm neve si familje nuk e dinim. Na hik. Jo. E hypi në autobus për të hikur shkollë dhe atje prit se po vjena po zbret e ama nuk po zbriste. Me merr mund telefon. Moj e kam hypur në autobus, goca në autobus. Drangë i mbyll telefonat si mu, si mamit vet. E kupton? E mbyll telefonat. Kjo nuk zbret aty, po hikën në verje. Goca ishte kërcënume me disa video që i kishim bërë. Mrapa e kuptuam neve që i kishim bërë disa video. Dashur moza, dua të bëj një pyetje edhe unë jam nënë e një djali. Po të flas shumë sinqerisht. Një nuse që e do, e respekton, mendon që do të arrisësh vetë dhe kupton që është përdoruse drogës, po e trafton djalin. Pse e more prap nuse në shtëpi? Prit. Nuk e dija që ishte përdoruse droge. Nuk e di. Herë në fundit e kuptuam që e kapi policia me drogë në xhep duke shitur. Herë në fundit. Dhe me tha policia, ti zon, hajde ulu këtu, tha. Po, u hulan. Unë të kuptoj shumë mirë, tha. Bruna e ama, me këto momente, nuk ishte. Sepse ju dojgjën letra dhe ngeli 3 muaj atje. Unë i dha sllafen kësajta. Si nanë. Thash në gjohë, dhe e sa të vishti, do maj unë përgjësi për gocën. Ajo ishte faj im. Unë i kam vënë faj vetës time për këtë gjë. Që more një barë të rëndë, të merje përgjësinë e një... Që more një barë të rëndë. Po. Dhe nuk ma priste menja, sepse goca bante shumë mas meje. Me donë të jeshtë mase, me respekton të jeshtë mase. Dhe ditën që ajo na hiku, e kthevi në një plak tjetër. Me tha që unë
vajta ke një shoqja ime dhe unë pleksa me këtë shoqën time kur ajo kishte qenë dhe kundërta, e gënjente, na mashtronte, ke parasysh. Dhe Neta ke shoqja ime, por ishte shumë e rrend. S'kishte Netë ke shoqja vet, kishte qenë me të tjerë. Por kur iku për herë të parë, pas sa ditëve u kthye tek ju? Të nesmat. Të nesërmen. Dhe të tha që isha tek shoqja. Isha ke shoqja. Por celularin pse e kishte fikur? Në çfarë justifikimi dha vajza? Sepse s'pati bateri, ma tha. E besove? E besova. Dhe me puthë ka duhet më thoshte të lutem mami mos më lë këtu ke prindrit e mi. E ma ka thënë në sytë psikologës, sepse unë direkt dhe qova ke psikologja në verje. Edhe psikologja e dinte historinë të gjithë historinë e kësajta. Dhe e mora prap, e pruna në shtëpi. A ishe fajim, gabimim, sepse thoja gjunaf, është tjetër njeri këtu ke unë dhe tjetër njeri andej. Me vinte keq, edhe burrit i vinte jashtë mase keq. Ju ishte me ndjelet. Ti ke bërë rolin e një nëne, por jo rolin e një vjere. Unë ka bërë rolin e një nana, jo të vjere. Kur në botë se kam bërë rolin e vjere, se po të kisha bërë rolin e një vjere, e kisha nxjerrë për jashtë me kohë. Si vazhdoi marrëdhënia e djalit tuaj me vajzën? Shumë mirë. Le të themi, ai filloi të dyshonte që diçka ajo i fshinte, po e tradhtonte. Me filloi të dyshonte, filloi të ashu shumë. Por radhën e fundit me tha policia, ku e kapi policia me drogë, me tha ngjo këtu. Me vjen shumë keq, e di sa ke ba për atë gocë, por stop. Sepse do fusish djalin në burg. Do ta marrish djalin në qafta. Edhe aty hodha hipograf, kam hedhë firë që unë këtë gocë nuk e marrë ma, sepse unë du familjen time dhe du fëmin tim. Aty fataj vazhdun sherrët, vazhdun gjërat. E dashur Moza, dua të ndalem pak këtu. Xhaxha i vajzës, kur ishte në live Modetën, deklaroi që mbesa ime u zhduk nga shtëpia e tyre. U largua dhe humbi për një javë, ku më pas e gjeti policia. Mund të ma tregosh të episod çfarë ndodhi konkretisht? Si u zhduk ajo, si u largua nga ju? Përfundimisht. Po, zemra. Unë hiki në Shqipëri. Ishe kthyer në Shqipëri, po? Isha në Shqipëri. Në shtëpi vura kamera, sepse mu gjithë me erdhen për të më marrë çka kisha në shtëpi. Këta ishin shtetas grek apo shqiptar, këta persona që Ishte një shqiptar që e din shumë mirë personat nga fshatrat e Elbasanit, që Bruna e njeh, zonja e ama gocës, dhe erdhen me shkatron shtëpinë. Nuk mundën, sepse dera është e blindume, nuk mundën, por e qanë. Erdi policia, lajmërova policinë, erdi policia, dhe banë fotografie, banë gjitha. Por nuk mundën të më futën mrena. Unë atë ditë pastaj, vura kamera, të shtëpisë komplet, gjëra. Dhe do hike për Shqipëri, sepse unë në shkurt do baja fejesën e djalit. Po përgatiteshi të bënit fejesën. Po merresha masët që të zeja lokalin, edhe kisha disa gjëra të vogla për të bërë në shtëpi, dhe doja t'i bëja. Dhe nisem për në Shqipëri. Goca, jo atë natë që jam nisur për Shqipëri të nesme, bë gati rrobat komplet, me rrobat që i pata bletun, me rrobat e djalit tim të gjitha, dhe i bën gati një ditë e para. Të nesmet, hikën burri im në punë, dhe ngrije, dhe i thot djalit, do dalim për kafe? Thot, ma thiti, thot, këtë vim babi, dhe dalim. Jo, do dalim tani. Po mirë, i thot. Dalim, dhe momenti që kam dalë, këto, ajo, fik dritat, sepse mu me, sa herë që hynshin, ku shynte në ekonomi, mu me vinte sinjal nga telefoni. I shikoja kalamajt që dishin, vinin, apo tim shosh. E kupton? Dhe fik dritat, trang, edhe dalin. Ikin ke një lokal këtu afër shtëpisë, pin kafe, dhe i thot,
Do ike do marrë disa gjëra për thot, ti rri këtu se erdha unë. Edhe i merr telefonin e djalit, Po. dhe hika. Djali prit se po vjen s'ka, nga aty ngrihet djali dhe ikën kaj dyqani që do merrte kjo thot gjoja. Nuk e gjen aty. Dhe vjen në shtëpi. Ku ka në shtëpi, ka gjetë çelçat këdera, çelçat e shtëpisë gjetin në derë. Kjo kishte marrë rrobat, çantat se kishte ma ka thënë vetë që unë i përgatita çantat një ditë e para dhe ikën goca. Pra, vajza kishte planifikuar largimin e saj duke nxjerr djalin tuaj për kafe dhe mori çantat, shfrytëzoi rastin dhe u zhduk, le të themi. Shfrytëzoi rastin dhe iku. Merr gjërat dhe hikën. Hikën goca, merr burrin djali, kështu babi, me merr burri mu, ku je? I thash jam ke mami im, isha ke mami im në Durrës. Urgjentisht thot se goca ka marrë komplet rrobat e djalit, rrobat e veta dhe na ka hikur nga shtëpia. Çfarë thua më? Ka marrë dhe telefonin e djalit, ka marrë dhe gjërat që ke pasti në dollapsa dhe ka ikur. Çfarë thua më ti thash? Po. Marr taksin, hypi makinës, vi për gjithë natën, në orën 1 natës vi në shtëpi. Ngrihem mëngjes me djalin vetëm polici. Këtu puna, i thash policisë. Sa ti do bësh financim gocës që të ka rëmbyer? Jo, nuk më interesojnë fare rrobat, i thash. Më intereson goca që të gjinet, urgjentisht edhe të niset ke prindrit e vet. Nuk më intereson, nuk du të bëj mini si tash për gjërat që ajo ka marrë. Unë du që të gjinet vajza. Vajzën, thash ju e dini shumë mirë se kush e merr dhe ku është. Në verje, interesoheni, du gocën. Ti tha zonjë nuk mund të bësh dot një mini si ta, për du të bëjmë prindrit. Po, marrë tjatin telefon, i thash urgjentisht vish këtu, sepse mini si du ta bësh ti si bab, dhe mu nuk me pranoj këto. Në momenti që vajza është larguar, ti ke njoftuar dhe prindrit që ajo iku. Po. E qartë. Direkt. Dhe vjen vajza, vinë prindrit, i bëj minisi, bambu, dhe unë mendova që telefoni djalit tim ishte në emrin tim. Telefoni djalit. Vete ke Vodafoni dhe i thash, kam një hap shumë të rëndësishme. Këtë numër do ma mbylli dhe do ma hapni direkt. E mbylli numri Vodafoni dhe e hap puna. E heki numrin tim dhe e fut në telefon tim numrin e sajta. Dhe na morën fillun duke na marrë telefon. E ti nana edhe babi vetë shumë këto gjëra, edhe policia. Pra, me këtë veprim që mbyllë kartën dhe rihape, arriti të zbuloje se ku ishte vajza dhe... Zbuloja ku ishte goca, e kupton? E qartë. Në momenti që ato i binin telefonit tim, unë me vrap shkojnë polici. Vetëm polici thash në gjoni këtu. Këtu kam ba. Thash, to persona tani që marrin sepse kujton sa është goca. E hapin telefonin dhe i dëgjonin kush pa e merr. Ishte një shqiptar dhe tjerit ishin grek. I zbulun ku ishte goca. Policia. Dhe policia. Me tha mu zonj, hik në shtëpi. Ne tani e dim kush i ka. Sepse ne me këto gjëra, me këto numra, do i gjejmë ku është vajza. Dhe e gjetën me gjithmen. Por, gocën e manin mbyllur dhe goca dilte natën që shiste. Pra, vajzën, le të themi, e kanë mbajtur mbyllur, ajo ka shitur lëndë narkotike, e ka shfrytzuar, por ajo është abuzuar dhe në grup aty. Nuk e di që ka thënë polici. Jo, unë i referohem Xhaxhait, Gjitje Xhaxhait që ka qenë në live me mua, ku ka deklaruar se videot që më kanë dërguar, mbesa im është abuzuar dhe ndaj ai Gjitje ka akuzuar djalin tënd që mbesa u zhduk në duart e tij. Jo, historia është kjo, po nga duart e këtij hiku sepse ajo hiku nga lokali, nuk hiku nga duart e djalit tim. Nuk hiku nga duart. Ajo adita ishte planifikume. Ato e manin me dhunë, e meshin me dhunë, sepse i thonin që ti do vi se ndryshe në të fiumit ta do të shën videot. Edhe me gjithmen, ato ja çun videot, por ja çun kur e gjeti policia edhe i tha, shife qa gruja ke ti mërë, edhe i prun videot.
e kupton? Në fakt ato video shumë të rënda, edhe për një nën, një baba, të shikoj për një xhaxha, të shikoj mbesën në ato momente të tmerrshme. Edhe momentin që djalit tim i ka pru videot, unë djalin e ka marrë me video dhe shikoj reagimin e djalit tim, ju dritë të buza dhe kemi filluar të qanim. Dhe thoja me minin time, edhe e mora nanën e saj në telefon se ajo ishte në Shqipëri. I thash në gjok këtu, boja gati gocën se goca ishte ke prindrit dhe të lutem do t'i paguaj unë të gjitha. Vetëm do t'i gjejmë ato njerëz që gocën e kapën dhe i kanë bërë këto vidje, por prindri e saj nuk ngjovi. Më tha jo. E dashur, dua të të bëj një pyetje Moza. Duke ditur që ti e ke trajtuar si vajzën tënde, ke bërë gjithçka, pse hyre ti në konflikt me ish krushkun dhe ish krushkën? Se unë mendoj që ata duhet ta dinë për nder, për gjithë ato sakrifica që ke bërë ti për vajzën e tyre. Në gjë. Masi u gjente gocën, e gjetëm atë natë gocën. Po. Vajtëm në polici unë, në orën 1 të natës, dhe sepse mu me merrte policia se ato nuk merreshim me vesh toshin. Mu me mori policia dhe më tha zonja Ruçi tha, urgjentisht vin këtu tha se gocën neve kemi sot gjithë ditën që e majmë këtu dhe sepse donin të zgjedhim gjërat. Unë atë natë ika me prindri, me triatin dhe me vllajin. E mora gocën nga policia dhe e kam çu spital. Sepse goca ishte shumë keq. Dhe dua të pyes, çfarë ke folur ti me vajzën atë moment që ajo ka u gjet nga policia? E mora në makinë, e çova në spital. I bëm gjërat, soru me gjërat, erdhin vete. I thash, pse të kishe mami e bore këtë gjë? Pse me tratove, u ika në Shqipëri dhe me fal tha. Nuk do t'i bëj ma gjërat. Me fal. Vajza ishte në efektin e lëndëve narkotike? Jo keqësishte. Jo, ato natë që sepse ishte e mate policia i ditë gjithë ditën dhe në orën 12 natës neve në lajmëro. Ajo kishte një ditë gjithë ditën. Edhe në darkët që e gjetën dhe e kishte policia mrena. Sepse e merr shkrytje. Po. Por nuk ishte dash keq. Dua të them që vajza përveç se shpërndante lëndë narkotike ishte edhe vetë përdoruese. E pyeti vllai. Tha, bëj të kontrollojnë për xhepat çfarë ke sepse ajo gjithmonë gërmonte në xhepat. Ajo tha nuk kam gjë tha se më mori policia. Dhe i thash unë ke pirë. Tha më kanë dhënë sa vetëm cigara shashi tha. E qartë. Po, vetëm cigara shashi më kanë dhënë këtë radhë tha. Por ishte shumë e trembur, shumë a shumë. Dhe në momentin që unë i thash që unë nuk të marr dot në shtëpi ma, sepse kam hedhë firmë me polici, edhe unë, edhe prindri, hodhëm firmë, prindrit i thanë në qoftë se goca do ju hikin prap juve, goca nuk do futet mrena, po do futesh ti si prim. E kupton? E qartë, e kuptoj dhe situatën në të cilën ti e ndeshur, je përballur dhe sakrificat që ke bërë për atë vajzë. Jo. Por unë jam futur në sherr me njerëzit, që pse unë jam futur sherr dhe nuk kam qenë, unë kam 3 vjetë, burrin ka 20 vjetë këtu, nuk tim i herë derën e policisë dhe unë me gocën që kam pasur jam pleksur me policinë. Jam pleksur. Jo që jam pleksur, jam una në rrezik, por që njela në dyrt të policisë, unë si nanë. Por ajo që është preku le temi nga ana e vajzës është se ju e keni denoncuar sikur ajo ka vjedhur në shtëpinë tuaj. Ti e preke pak më parë dhe më tregove që unë nuk e denoncova kur për vjedhje. Unë kam letrën, Adeta, dhe do që ti sjellun letrën. Unë kam bën mini si Adeta, jo gocës dhe kur nuk i bëj gocës, sepse ajo është një fëmijë dhe ajo do mësim, se ajo do një prind fort, do një nan shumë të fort, do një nan ta edukoj, jo t'i bërtasin, jo t'a rrafin, do një prind shumë, thash dhe herë, ajo vetëm babi ndonte, ajo nuk i bëj kur, let me këtë vjedhur çfarë të doj, unazat e Florit nuk ja bëj halal, edhe robat ja bëj halal, se unë asaj ja bleva, se goca ime s'ka nevoj para si gja, dhe t'i gëzojnë ajo,
pavarësisht se asa ja kanë marrë të tjerit, nuk më intereson asgjë, mu më intereson të jetë mirë goca, ama vllai dhe nanën e du keq ama keq. Do thuash ti pse. Një vlla, jam nanë, kam një gozë zonjë, e kam të martuar në Itali për fëmijën e dytë dhe e kam të martuar me futbollist. Jam një familje i ke pyet në pasan, në të më zgjedhin gocën në TikTok dhe në për Instagrama që Gjeni Ruçi me fal për shprehjen 20 euro në Itali. Kjo nuk është e lejueshme. Mirë, është e rëndë. Po, unë për këto kam ba minisi. Të dëgjosh ti, lafet e nënës asaj këtu në telefon, unë i kam gjithë të incizume, dhe ti dëgjosh ti lafet asaj, mëj ti shet drogë. Tja të vil 3 kace që keni në Basan, e ke ba me drogë. Unë e kam ba me djerës. Unë nuk e di që sa droga. E kam ba me djerës të balit. Burim akoma punon. Ka 20 vjetë që punon. Dhe ja kam ba jetën e çunit, një çun kam, si gjithë prindrit. Si gjithë prindrit. Qartë, e kuptoj. Por jo, me thot mu je një rehesh për 20 euro. Do të çoj fotot dhe të shikosh. Me futën TikTok, me futën Instagram, me futën Facebooka. Gocën time që është një zoj, moj, që halli ka goca ime, që problem kishte goca ime. Hajde tuti, pse se erdhe ke unë ti, moj, u hulje këtu në tavolin, edhe me thoja, mozaha, neve në nodhi kjo gjatë. Unë i thash, moj Bruna të mushin, goca 18 vjeqe, ti mere gocën, largoja nga Greqia, sepse goca nuk është mirë, largoja psikologja. E kuptoj të gjithë situatën. E dashur Moza, sa kohë u bë që vajza ka ikur përfundimisht nga shtëpia juaj? Po bën 2 muaj. 2 muaj. Ju nuk keni asnjë lloj kontakti më me vajzën? Jo. Vazhdoni ende të keni konflikte me njerëzit e saj? Jo. I keni shkëputur marrëdhëniet? Që në momentin adeta që më kanë fut në për Facebooka, që unë jam që ma morën dhe gjithë fisi. E kjo është e rëndë, nëse kanë ndodhur situata të tilla që dhe për këtë unë do të bi letra, se unë nesër marr letrat, unë do bi letrat dhe për këtë i kam ba minisi që i thash policisë merrni masa, sepse unë jam një familjare, nuk jam një rrugëve, jam një familjare dhe nuk du këto gjëra në për TikToka, në për Facebooka. Por djali si është sot, djali juaj, se dhe ai e ka përjetuar, e ka dashur vajzën. Shumë keq. Unë djalin e patë në spital 2 ditë rresht duke i basur ruma, sepse psikologjika, sepse ai ka dashur shumë vajzën. Edhe vajza. Djali juaj më shkruajti në Instagram përpara disa ditëve dhe më tha që ngelëm trang me ato që pam. Ngelëm njerëzit u shikuan shumë, me thanë gjithë që edhe shoqet, unë hikja me shoqet e mia, pinimi kafe, unë e merja me vete. E merja me vete gocën, nuk e leje kur. Kudo që do dilja unë gocën i thoja, unë isha në punë, punoja gjithë ditën i dhe thoja, bo gatit kishe mami se do ikim do pim kafe me shoqet, apo do ikim për festat e 8 marsit, apo këtu, unë gocën e merja gjithmonë me vete se leje kur shpi. E dashur Moza, bëre mirë që reagove dhe ma tregove gjithë të version, se nëse vërtet është kështu historia, më vjen keq për gjithçka që ka ndodhur për ty, për djalin tënd, për vajzën tënde, për familjen tënde. Gjithsesi ju më thatë që do vini në Shqipëri, ne do takohemi, do pim kafe dhe nga afër, të falenderoj dhe të përshëndes. Edhe unë të përshëndes shumë dhe të themi llafe? Po. Ja, unë sot më marrin goca në telefon. Unë jam ajo nan që kam dashur jashtë masës. E kupton, sepse është një gocë pa fajshme dhe më vjen keq. Edhe mua më vjen se ajo është viktim dhe të mendosh ende s'ka mbushur 18 vjeç. Ta themi gjatë, nuk ka përkraje nga asnjë. Janë njerëz të pakulturuar, janë njerëz që e kanë rrahur dhe besoj që e rrahin. Kupton? Kurse kur unë ishte një zonjë, mu sot me marrin ajo në telefon, ama prindrit nuk i dua. Sot me marrin në telefon ajo gocë më thonë, mami ja filon vend. Nuk pyes as djalin as burrin, po shkoj e marr dhe i pi shtëpi. Po ta them si motër dhe si shoqe.
Unë do bëj të pamundurën që të lidhem dhe me familjen e saj, me nënën e saj për të bërë diçka për vajzën, sepse ti e the dhe unë e thash, ajo është viktimë, është e mitur, e abuzuar 12 vjeç, një jetë të vështirë që ka bërë, e rrëmbyer, përdoruse lëndëve narkotike dhe kuptohet që jeta e saj është një jetë vërtet e errët dhe frikshme për moshën e saj dhe urojmë të bëhet më e mira. Mirë, Moza, të përshëndes dhe miru takofshim në Tiranë. Dhe unë të përshëndes shumë dhe po patë mundësi do të hapimi kafe nga afër. Patjetër, do të pres në Tiranë. Unë edhe po ta them dhe i llaste tjetër, që unë atyre do t'i bëj mini si Shqipëri. Sepse është e drejta juaj, patjetër, është e drejta juaj nëse ti je ndjer keq nga gjithçka, është e drejta juaj. Po, ajo ti ishte krenare që një vjerë e majti gocën e plam dorës. Jo vjerë, jo, nuk e thuj vetën vjerë. Unë e kam si gocën time dhe me vjen keq, Shumë me vjen keq. Mirë, miru. Faleminderit shumë për respektin dhe për çdo gjë. Do flasim. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, apo keni dhe një eksperiencë të bukur që kërkoni ta ndani këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live ora 10 me këto histori të vërteta, histori shqiptare që nuk vijnë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.